Ngjarje rënd në Dibër ra në kontakt me rrymën elektrike humbi jetën 31 vjeçari. Ditën e sotme një ngjarje rënd ka ndodhur në Dibër ku një 31 vjeçar ka ndruar jetë në mënyrë tragjike pasi ka rënë në kontakt me rrymën elektrike. Raportohet se ngjarja ka ndodhur në fshatin Renz rreth orës 14 ndërsa viktima ishte duke shtruar një linjë interneti në momentin kur dyshohet se ka rënë në kontakt me rrymën. Sa kaq grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, njoftimi policisë Dibër. Informacion paraprak rreth orës 14 në fshatin Renz Dibër, shtetësia së rreth 31 vjeç, duke shtruar një linjë interneti dyshohet se ka rënë në kontakt me rrymën elektrike përpasoj ka humbur jetën. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.